Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking edhe për sot, do t'jemi bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. E nisim këtë transmetim me parashikimin e motit se si do t'jetë koha në fundjavë, këtë e mësojmë në këto momente nëpërmjet meteorologes së njohur zonjës Lajda Porja. Lajda, mirëmëngjes. Mirë si u gjej. Presim lajme të mira. Do të kemi shi në fundjavë? Po do jetë e paqëndrueshme në fakt fjori fundjava, fakt mirësisht e gjithë cikloni që preku pjesën më të madhe të jugut të Italisë, Shqipëria ka qenë krejtësisht në periferi të saj, pa diskutim që ne kishim disa ditë me njëherë të fortë për shkak se ndodhemi edhe mjaft afër. Megjithatë, ne e pam mjaft mirë se sa problematika solli ajo qendër e fuqishme ciklonare. Parashikohet që sot edhe nesër të kemi vrazira, do kemi rreshje të cilat do të jenë rreshje të pakta, nuk është se do të kemi një ditë totalisht me diell. Ka ndryshuar temperaturat, mëngjeset janë ngrohtë, duket sikur jemi në një fundjavë tipike vjeshtë në fakt, sepse parashikohet që sot edhe nesër minimumet dhe maksimumet janë 17 gradë, diela do jetë 18, minimumet edhe në zonat malore janë jo më të ulta se 0 apo 1 gradë, relativisht ngrohtë. Megjithatë, dita e diel, edhe pse pjesën më të madhe të saj, pra deri në orët e vonat pas ditës do ketë vrazira të shpeshta dhe rreshje të pakta, pjesa e dytë e ditës, pas orës 6 të pasdites do ketë zhvillim të vrazirave ku do të kemi një interval kohor pas ditën e të dielës deri në orët e mesditës hënës që do kemi rreshje të cilat do të jenë në formë rrebeshi, në formë shtrëngate, do të shoqërohen me një erë të fuqishme të shtunën, akoma më fort do të jetë parametri erës ditën e diel ku do ketë momente që do të jetë edhe 80 apo 85 km/h duke sjell një dallgëzim 6 apo 7 ball, parashikohet që edhe e hëna të mbetet problematike, sidomos paradite, rrebeshje shiu, erë të fortë dhe më pas nga e marta do të nisë edhe stabiliteti. Është një stuhi ciklonare e cila po zhvillohet, nuk ka lidhje me stuhin dhe ciklonin e jugut të Italisë, sepse ajo është spostuar në brigjet greke, po është një stuhi tjetër e cila po zhvillohet. Pra nuk e prek territorin shqiptar, duke qenë se le të themi në zonën e Sicilisë, por edhe në një pjesë të mirë të Greqisë, ka shkaktuar një katastrofë të vërtetë ajo stuhi. Po, është spostuar drejt Greqisë dhe fatmirësisht nuk ka ardhur, por edhe nëse do të vinte drejt territorit shqiptar, do vinte tashmë e degraduar, sepse pjesën më të madhe të shpejtësisë më të fortë dhe të rreshjeve i kishte në jug të Italisë. Kjo stuhia tjetër po zhvillohet në perëndim të Ballkanit, do ta prek Ballkanin, do kemi rreshje, do ketë pas here rrebeshe, intensitet mesatar i tyre, nuk ka sinjale që të kemi rreshje intensive, a mund të paraqiten probleme patjetër në disa qytete që kanë kaluar një problem tashmë nga përmbytje siç është Durrësi, Lezhë apo Vlora, mund të ketë edhe zona të caktuara që mund të kenë përmbytje për shkak të rrebeshit i cili do të jetë nga ora 6 e pasdites deri pas mesnatës. Megjithatë është një situatë kalimtare sepse që të hënën pasdite fillon ulet ndjeshëm intensiteti i rreshjeve. Gjithsesi fakti që ju thoni që do të jetë një stuhi e fuqishme, duke le të themi theksuar edhe disa karakteristika të një cikloni, tregon që duhet bërë kujdes i madh apo jo? Patjetër, sidomos parametri erës. Në rastin konkret, stuhia do të ketë më shumë problematike erën e fortë se sa sasinë e madhe të rreshjeve. Rreshjet do të jenë, le të themi, do të ketë zona që do marrin 30-40 mm për gjatë gjithë episodit të dielës dhe të hënës, deri në 40 mm, një sasi e cila do të jetë e shpërndar në afat kohor, pra në orë të ndryshme, por era do të jetë shumë e fortë, do të ndihet që të shtunë dhe një herë shumë e fuqishme të dielën. Dhe kujdesi më i madh do të jetë gjatë ditës së diel, duke qenë se do ketë patjetër edhe pezullim të mjeteve lundruese, po edhe për njerëzit të cilët ecin në rrugë do të kenë kujdes sepse ne kemi edhe këto problematikat e tjera në zonat apo në rrugët ku ecim me gjitha këto depozitat që ndodhen mbi pallate, gjë e cila mund të ketë edhe në një problem aksidental. Parashikohet që të mbyllet i paqëndrueshëm janari, sikundër e kemi thënë, me prezencë të rreshjeve, me erë të fortë, pritet që në zona të thella malore, flasim Boskopoja, Boboshtica, Dardha, apo zonat e Thetit, Dragopia, Iballa,
të jenë në formën e doborës, sepse edhe pse në qytete termometri do të jetë 2-3 gradë që të jenë rreshje shiu, në fshatra do të jenë në formë dobore, se termometri aty është 0 apo -1. Megjithatë, rrugët kryesore dhe nacionale do thoja që nuk do të jenë të ngrira për shkak se do ketë më shumë rreshje shiu. Gjithsesi, kjo lloj ne konsiderojmë si zakushi, duke qenë se temperatura do t'jenë 17-18, do të krijojë vërtet probleme në fundjavë, pra sidomos të shtunën pas orës 6 pasdite. Të dielën në orën 6 pasdite janë rreshje, ndërsa parametri erës do të fillojë që të shtunën, sepse është një masë shumë e ngrohtë, është një qarkullim jugor, dhe kur kemi qarkullim jugor me masa të ngrohta, ndërkohë që territori ka qenë në ndikimin e një mase të ftohtë, përplasja e tyre shkakton patjetër stuhi ere dhe ndrimi i masave ajrore në një kohë të shkurtër njëra me tjetrën brenda një afati kohor 2-3 ditor, sjell gjithmonë fuqizimin e këtyre cikloneve, sepse edhe Italia prandaj e përjetoi, duke qenë se përpara pak ditësh kishte temperatura mjaft të larta, futet një masë e ftohtë drejt Italisë dhe solli problemet kolosale dhe fenomenet të cilat ne po i shohim gjithnjë më të shpeshta në prigjet mesdhetare. Po i shohim edhe në Gadishullin Iberik, pra edhe Spanja, e cila do jetë gjatë këtyre ditëve mjaft të keq, sepse Spanja do të fillojë tashmë të goditet nga një stuhi e cila po zhvillohet prej 2-3 ditësh dhe do jetë të paktën deri në mesjavë me të njëjtën situatë që urojmë mos ketë katastrofa sikundër përjetoi Italia. Le të shpresojmë dhe sidomos tek ne të jetë nën kontroll situata, pra diell përpara fillimit të shkurtit në Shqipëri nuk është se do të kemi mundësi të shijojmë. Jo, do ketë momente të shkurtra me kthjellime, do të ketë dita e martë e javës tjetër, por do të jetë frikalimtare. Do të pasohet e mërkura me rreshje shiu, se të martën ka një ndërprerje të rreshjeve ku nuk do të mungojnë intervalet me kthjellime, por do të kemi pa diskutim në ditë të muajit shkurt, ne tani tashmë jemi gati në përfundimin e parashikimit të shkurtër të muajit shkurt dhe do të jemi patjetër për dhënë edhe detajet, po patjetër që shkurti është edhe më i thatë për nga ana klimatike dhe besoj se do kemi më shumë ditë me diell. Por fenomenet ekstreme, sikundër e kam thënë dhe herë tjetër, Fjori shpjegoi, parashikohen vetëm 3 apo 4 ditë përpara, gjë e cila mund të sjellë edhe përbysjen e një parashikimi afatgjatë që mund të bëjmë. Ndaj dhe ne i bëjmë lidhjet e shpeshta, që qytetarët kenë mundësi të informohen sa më mirë. Po patjetër, nëse ne bëjmë parashikimin e shkurtit, një parashikim afatgjatë mujor, mund të kemi një fenomen ekstrem i cili ndodh vetëm për 24 apo 48 orë dhe sjell aq shumë rreshje sa që përbys gjithë parashikimin që ne kemi bërë. Megjithatë, fenomenet ekstreme do t'i kemi prezente, ato kanë të paktën 2 dekada, por që do t'jenë edhe më aktive sikundër po e shohim çfarë po ndodh. Ne që duhet bërë kujdes me lundrimet, për sa i përket fluturimeve, për shkak të erërave të forta? Po patjetër janë ai momenti problematik, megjithatë janë mjaft të detajuar me informacione dhe në përgjithësi të shtunave dhe të dielave shtyhet edhe ngritja e avionit, sidomos në aeroportin Rinës të shtunën dhe të dielën, ku do të ketë këtë momentin ku shpejtësia e erës është e fortë, duke qenë se era është një parametër që ka momente të caktuara dhe më pas bie intensiteti, më pas forcohet, nuk është se do të kemi nga mëngjesi deri në mbrëmje me një shpejtësi të fortë. Megjithatë, zakonisht avionët nuk ngrihen kur kemi stuhi ere, kështu që është mjaft e kontrollueshme kjo në aeroportin e Rinasit. Lajda, të falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha informacionet e detajuara që ndave me ne si për herë tepër e saktë. Faleminderit për profesionalizmin që të tregon për herë. Një fundjavë të mbarë. Faleminderit. Dhe nga parashikimi i motit do të shkojmë tek kolegja Geriola Hate, e cila do të na jap informacionet më të fundit në lidhje me zhvillimet politike. Shqipëria në bordin e paqes, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë miratuar marrëveshjen me 110 vota. Detajet i mësojmë në këto momente nëpërmjet Geriolës. Geriola, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Fjore. Atëherë, ka qenë një seancë e paparashikuar, është lajmëruar në moment të fundit, por një seancë që ka krijuar mjaft debate, tensione, gjithsesi, në fund është miratuar marrëveshja.
Është miratuar në tërësi me 110 vota pro, mazhoranca dhe opozita kanë bashkuar votat për ta ulur Shqipërinë në bordin e paqes pas ftesës së presidentit amerikan Donald Trump, që në krye të herët Partia Demokratike ishte pro që Shqipëria të antarësohej në këtë organizatë ndërkombëtare, por amendamentet e saj lidheshin sa i takon mënyrës se si ishte shkruar titulli i projektligjit në draftin e mbërritur nga Këshilli i Ministrave, pasi në këtë titull specifikohej nominalisht se Shqipëria përfaqësohej nga kryeministri Edi Rama. Dhe sipas Partisë Demokratike, çfarë do të ndodhë me përfaqësimin në këtë organizatë ndërkombëtare nëse një ditë Rama nuk është më kryeministër. Dhe sipas tyre do të duhet të riformulohej, por urrëzua me shumicë votash amendamentet e Partisë Demokratike, në ndërkohë që pati edhe diskutime të shumta pasi vetë kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm një ditë më parë në sallën e seancave plenare, ku pati edhe një fjalim të shkurtër pikërisht sa i takon marrëdhënieve të tij me Washingtonin. Sipas asaj çfarë Rama tha, vetë ftesa e presidentit amerikan Donald Trump, por edhe vizita e së bijës në Vlorë, Ivanka Trump, në një farë mënyre hedh poshtë retorikën e opozitës se Washingtoni nuk i ka mirë marrëdhëniet me kryeministrin e Shqipërisë, e madje se ky i fundit do të ketë një fat të ngjashëm me presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro. Ndër të tjera, Rama u shpreh se do të udhëtojë së shpejti në shtëpinë e bardhë, ku do të firmosë marrëveshjen për bordin e paqes, dhe i pyetur se pse nuk mori pjesë në forumin ekonomik të Davos, ku një ditë më parë presidenti amerikan Donald Trump së bashku me 19 lider botëror nënshkruan themelimin e bordit të paqes, Rama u përgjigj se ndodhej mes dy zgjedhjesh, të zgjidhtet i përgjigjej ftesës së babait, referuar presidentit amerikan Donald Trump, apo të mikpriste në Shqipëri të bijën, dhe sipas tij zgjodhi pikërisht këtë të dytën me lejen. Dhe kjo deklaratë ka shkaktuar një debat të jashtëzakonshëm. Kjo ka shkaktuar një debat të jashtëzakonshëm sepse në një farë mënyrë u duk sikur kryeministri i vendit mes një agjende shtetërore për përfaqësimin e Shqipërisë në forumin ekonomik të Davos dhe një agjende investimi privat, mund ta themi kështu, zgjodhi këtë të dytën. Dhe jo vetëm kaq, ka pasur në fakt ditën e dieshme edhe një sër polemikash sa i takon ishullit të Sazanit, ku do të kryej investimin dhëndri presidenti amerikan Donald Trump Jared Kushner. Ish kryeministri Sali Berisha u shpreh se dhe ai vet ka pasur plane për ta ofruar ishullin e Sazanit për të pasur aty investime, dhe konkretisht këtë ishull ja ka ofruar Silvio Berlusconi, por për shkak të krizës financiare projekti i Berlusconit nuk arriti të financohej. Pra pavarësisht se Partia Demokratike në parim është pro investimeve në ishullin e Sazanit, Berisha u shpreh se në rastin konkret ky investim i Jared Kushner në ishullin e Sazanit po përdoret për ndikim dhe për influenca politike, pasi si pas ti mund të nënshkruaj marrëveshja apo dakordësia për statusin investitori strategjik edhe para se Donald Trump të futej në shtëpinë e bardhë, por u prit derisa ai të fitonte mandatin e dytë presidencial në mënyrë që t'i jepej dhëndrit të tij statusi i investitori strategjik. Ka qenë pak a shumë këto akuza, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme vajza e presidentit amerikan Donald Trump është parë të udhëtojë nga Vlora në Tiranë dhe është pritur në ambientet e kryeministrisë nga kryeministri Edi Rama. Mëngjesin e sotëm ka publikuar në rrjetet sociale dhe një sër fotosh nga Zvërneci me tinguj të këngëve shqiptare. Dhe do të kalojmë tek një tjetër moment, është lajmi i fundit. Kryebashkiaku i Tiranës, zoti Erion Veliaj, ka paditur presidencën dhe prokurorin Orsi Dado, duke deklaruar se nga noteri në prokuror është i paligjshëm dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë duhet ta shkarkojë. Do doja detaje në lidhje me këtë iniciativë të zotit Veliaj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka paditur në gjykatën administrative institucionin e presidencës, pasi në periudhën 2007-2011, pra në kohën kur ka qenë president zoti Bamir Topi, është dekretuar emërimi i Orsi Dado si prokuror. Dhe sipas Veliajt dhe avokatëve të tij mbrojtës, ky emërim është bërë në mënyrë të paligjshme pasi nuk ka kryer shkollën e magjistraturës përkatëse. Emërimi i tij është bërë me sugjerim të prokurorit
prokurores së përgjithshme Ina Rama dhe Velia i kërkon që të bëhet një verifikim nëse i përmbushte kriteret apo jo për t'u emëruar si prokuror. Olsi Dado është edhe prokurori i çështjes së Veliajt në SPAK dhe duket në fakt se pikërisht edhe për këtë arsye Veliaj ka paditur institucionin e presidencës në kushtet kur mendon se nuk është zgjedhur në postin e prokurorit duke përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme ligjore. Gjithashtu ndërreshta thuhet se i lind detyra edhe KLP-s që të bëj verifikimet përkatëse sa i përket emërimit të Olsi Dados. Madje ndër të tjera thuhet se Olsi Dado, atë që dhe ti theksove pak më parë Geriola, i është propozuar presidencës në vitin 2008 nga prokuroria e përgjithshme e kohës, zonja Ina Rama, teksa ai sipas kryebashkiakut Veliaj qartësisht nuk plotësonte kushtet e parashikuara nga ligjet në fuqi. Dhe ndaj ka ardhur edhe kjo padije kryebashkiakut të Tiranës, besoj do të kemi edhe të tjera zhvillime ditën e sotme, ndaj do të jemi në komunikim gjatë gjithë kohës. Të falenderoj për këtë raportim të parë, Geriola. Faleminderit dhe nga Geriola Hate do të shkojmë në Athinë, atje na pret kolegu Edmond Guri. Edmond, mirëmëngjes. Fillimisht do doja të më bëjë me dije se si janë kushtet atmosferike, se çfarë dëmesh ka shkaktuar stuhia që përfshiu gjithë Greqinë vetëm 2 ditë më parë. Do doja të dija rreth dëmeve, shpresoj që mos të ketë humbje në jetë njerëzish. Si është situata sot? Çfarë ka ndodhur konkretisht dhe si paraqitet situata sot? Fatmirësisht situata është shumë normale, moti është normalizuar, është kthyer në normalitet, por fatkeqësisht edhe kjo stuhi dhe ky ndryshim i papritur dhe kjo dukuri la 2 viktima në Greqi, dëme shumë të mëdha dhe aq më tepër ndër edhe një herë në pamundësinë e njeriut, neglizhencën e tij ndaj natyrës dhe aq tepër kur vë dorë pasurit janë tragjike dhe me 2 viktima dhe një nga viktimat, një grua rreth 60-ave, e cila edhe pse u diktua nga 2 qytetarë në atë moment, ishte pamundur për të ndihmuar, dhe fatkeqësisht rrjedha e ujit dhe betonimet e netit që kishte uji vendosur për makinën dhe ishte pamundur për shpëtuar dhe ajo humbi jetën. Dëmet janë shumë të mëdha dhe diktohen të paktën në të moment kryesisht në Athinë, në gjithë ato zona ku është terreni i vështirë, edhe pse të paktën lagja në Klifat dhe është një për lagjeve më të njohura dhe më të mirë menaxhuara, fatkeqësisht ndërhyrja e pa kritere dorës njeriu dhe mbyllja e rrjedhave të ujit, në të themi probleme ose probleme të vjetë të dikurshëm, bën që në reagime të tilla të jetë e pamundur për të përballuar zemërimin e natyrës aq më tepër rrjedhën e fuqishme të ujit. Dhe në këtë rast dëmi ishte shumë i madh sepse kemi të paktën 180 evakuime njerëzish, qindra prona të përmbytura dhe dëmë të tjera. Ka një llogaritje paraprake se për shembull në Sicili për shkak të përmbytjeve dëmi ka shkuar rreth 1 miliard euro. Është bërë për llogaritje për Athinën? Pikërisht, fjori i presin në moment se janë këto 3 grupe pune për të bërë janë në terren, po punojnë për të bërë një vlerësim të dëmeve të mëdha, sepse nuk është vetëm Athina, është dhe zona periferike e Atikës, dhe janë disa zona tjera të Greqisë që janë prekur nga dëmet nga moti, por ajo që dim me sigurisht fatkeqësisht që kemi 2 viktima për shkakje të dukrive natyrore. Dhe ndërkohë dhe fatkeqësisht në Melejoni është më shumë e rëndësishme kjo flet edhe për shtetin shqiptar, përderisa edhe Shqipëria kohët e fundit shprekur nga dukuri të paparashikuara natyrale. Ka funksionuar dhe njëherë paralajmërimi qytetarëve me mesazh ose mbyllja e shkollave, sepse nëse nuk do të kishte një paralajmërim të tillë, edhe pse dukuritë natyrore kanë qenë një intensitet më të ulët, mendoj dhe thonë shumë ekspertë që në rast të tilla rrezikshmëria për jetën për viktimat është shumë më e lartë. Pra janë marrë masat paraprake. Dhe ndërkohë që është zbardhur një shpërthim eksploziv i ndodhur në Greqi, janë vënë në pranga 2 vëllezër shqiptarë. Unë do doja detaje se për cilën ngjarje bëhet fjalë konkretisht dhe kush janë 2 vëllezërit që le të themi dyshohen si autor të kësaj ngjarjeje. Deri tani dim që ngjarja ka ndodhur në tetor të 2025-s. Bëhet fjalë për një diskotekë re e cila ka një sukses shumë të madh e rikthyer me muzikën dhe stilin e viteve të 80-90 të nostalgjike, por nëse duket ajo ka shqetësuar se duket
konkurrencën aq më tepër grupet shantazhuese të cilët punojnë në këtë sektor. Fjalën punojnë dia se them drejt sepse kështu duket tashmë Greqia viteve të fundit, ose pakën dekadat e fundit, Po? policia, autoritetet greke kanë ndaluar me 10 grupe të cilat shantazhojnë lokalet apo vënë gjobë lokaleve. Edhe rastin në fjalë për shkak të vënies së një tritoli dhe fatmirësisht të pamjeve filmike të sekvestruara nga autoritetet u bë mund identifikimi dhe ndalimi i 2 personave të dyshuar shtetas shqiptar të cilët janë parë gjatë pra janë filmuar nga kamerat e sigurisë kur kanë ndaluar para diskotekës, kanë zbritur, kanë vendosur lënë në plasë dhe më pas janë larguar. Është në hetim e sipër, sipas autoriteteve dhe pa ato që është pohuar bëhet fjalë për shantazhim dhe për gjobëvënie, por gjithsesi presim më shumë informacion orat në vijimit ditë në vijim. Dhe do të kalojmë tek vrasja e bujshme e ndodhur vetëm pak ditë më parë në një nga burgjet e sigurisë së lartë në Greqi. Mediat vazhdojnë t'i bëjnë jehon atij lajmi, asaj ngjarje tjetër rënd, duke theksuar se e lanë të vritej. Duket në disa raste shteti grek bën atë si themi ju në popull një sikor një veshur sepse është e pamundur për të menaxhuar grupe kriminale apo elemente botës krimit të cilët shpeshherë janë shumë herë përpara shtetit. Edhe rasti në fjalë kemi të bëjmë me 2 elemente, si shteti grek që ekzekutoi shtetin shqiptar, po pavarësisht të rast për te etnisë të tyre janë të 2 precedent të rrezikshëm me shumë vrasje, pra të 2 vrasje me pagesa. Më tepër mënyra dhe forma si u realizua ky ekzekutim duket që nuk është thjesht vetëm një përplasje midis bandave, po dikush tjetër vuri dorën e tij sepse bëri mundësinë e transferimit të shtetit shqiptar, hapjen e portave të burgjeve dhe më tepër lehtësimin e gjithë kësaj tentative në ekzekutimin e tij. Dhe kjo duket sikur shteti e ka mundësi ose pakën disa elemente autoritetet të burgut. Pyetja që ngrihet është kush e riktheu viktimën Jani Aliaj në burgun ku e vran, pra ku i morën jetën. Kjo është një pikpyetje e madhe dhe si të them më herë dhe vetëm vetë greke e ngrihet si pikpyetje që si është e mundur që në burgjet e Greqisë të bëhen kaq lehtë ekzekutime aq më tepër të ketë favorizime të autorëve të krimit, të aq më tepër elemente të krimit të rrezikshëm siç është Jani Aliaj edhe shumë të tjerë të mos jenë në burget apo në kelit e sigurisë e partit më të sigurta për të evituar apo aq më tepër për të menaxhuar ose më saktë për të hetuar nga shteti siç të thon vetë gazetarët, për të mësuar më shumë rreth funksionimit dhe grupeve të tjera kriminale, rivalëve kriminal, për të bërë mundur identifikimin dhe ndalimin e tyre. Por në këtë rast procedura ndryshe, funksionoi ndryshe, mbet për të parë se çfarë do të deri grupi hetimor. Të shohim është një ngjarje që po hetohet edhe ka marrë përmasat e një skandali për hir të së vërtetës për shkak të ngjarjeve të njëpasnjëshme siç e theksove dhe ti Edmond. Ndërkohë që në Kipër është vënë një tjetër alarm dhe alarmi është vënë kryesisht nga mediat greke, duke qenë se 2 shtetas rus kanë humbur jetën brenda pak kohe. Brenda një kohe fare të shkurtër. Nuk është hera e parë që Kipri është në fokus të vëmendjes së mediave ndërkombëtare të Greqisë, aq më tepër kur dim që të paktën 3 dekadat e fundit Kipri, duke qenë një vend që favorizonte bizneset e huaja aq më tepër rusët, të cilët u larguan për shkak të problemeve të brendshme nga Rusia, u instaluan në Kipro, investuan në Kipro dhe tashmë aty, duke qenë që Kipro është një vend në mesdhe dhe është midis lindjes perëndimit dhe midis disa kontinenteve, kryesisht edhe se të mëdha, interesi dhe fokusi i Rusisë është shumë më tepër në këtë kontekst. Ndaj ka një publikitet rreth vetvrasjes ose vrasja apo ekzekutimi gjë që prit për të parë të një punonjësi të ambasadës ruse në Kipro, e cila lë dyshime dhe për këtë ajo që ngre më shumë dyshime dhe mediat greke e kanë theksuar fakti që është ekskluzive hetimi nga autoritetet ruse, duke pretenduar dhe duke ndjerë në pa imunitetin diplomatik që ka personi në fjalë. Nga ana tjetër, mediat ruse kanë nxjerrë më shumë të informacion, ka qenë një njeri i afërt me ministrin e jashtëm të Rusisë, ka kontaktuar me shumë element të sigurisë, larg ose saktë të inteligjencës ruse, komunikimi i tij dhe ajo që është një pikë fakti që në simjesë të shërbimit sekret të Ukrainës, sepse vjen nga Ivrim, ka pasur një pra janë disa informata të cilat ngrenë pyetje që mund të
ketë në prapaskenë, spionazh apo pisa tjera të cilat Rusia nuk do dalin jashtë apo do të jetojë deri në fund. Nga ana tjetër, biznesmeni i rrëmbyer dhe i larguar, dhe ky është një pyetje sepse është një person afër me Putinin, nga ana tjetër është një person i implikuar në të kaluarën me botën e krimit apo në pistën e shpërndarjeve të parave, që dhe ky mund të ketë një ndihmë ose më saktë një ekzekutim nga interesa ruse apo nga mafioza apo nga grupe të cilët kanë pasur interes në eliminimin e tij. Dhe shumë shkurt do doja një raportim në lidhje me situatën politike në Greqi. Ne dim që prej kohësh zjejnë protestat e fermerëve. Besoj që kushtet atmosferike nuk e kanë bërë të favorshme vijimin e këtyre protestave. Në të shpik jemi, ka një marrëveshje ndërmjet kryeministrit grek Mitsotakis dhe fermerëve? Është në dialog e sipër, duket që ka një dakordsi, ka një tërheqje nga ana e qeverisë, por edhe fermerët duke hapur rrugët, pritet të si më tej. Ajo që është e sigurt është fakti që qeveria mundohet të jetë më tolerante duke përmbushur disa nga pikat e nga kushtet e vendosur nga fermerët, nga ana tjetër fermerët janë të vendosur të shkojnë deri në fund duke bashkëpunë me një tjetrin dhe duhet që situata politike do ketë shumë ndryshime në vijim. Fermerët kanë premtuar se nëse në një kohë shumë të shkurtër siç ka premtuar vetë kryeministri Mitsotakis, nuk do të ketë plotësim me të kërkesave të tyre, të paktën të janë dakordsuar, do të ketë rikthim në rrugë dhe bllokim të rrugëve dhe protesta. Edmond, të falenderoj shumë për gatishmërinë dhe për korrektësinë mbi të gjitha profesionalizmin që tregon për herë. Faleminderit. Ditë të mbarë, do të kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit në botë.